Po nga do të mbajmë tani, nuk po dim nga frynera, hengrë mut dëshmëliri, e të tjera, e të tjera. Kishim dhe një gjoja shtet, gjungull mbushur me dera, si suppost na u tret, e të tjera, e të tjera. Kishim dhe një parlament, me 100 e ca halera, qenë gomerë dhe hipotentë, e të tjera, e të tjera. Nga çdo anë zhvat e vith, ngelëm si kopil në fera, na e qim menën mu në pith, s'ka nevoj për të tjera. Sa i math je o Teodor Keko, ke 24 vit që ke vdekur, dhe fjalët tënde janë aktuale akoma. Respekt për ta njerëz. Ishte 8 vit deputet dhe jetovi në një dhomë nguzhinë, se nuk vodhi kurrë. Ishte njeri pastër, i djathtë dhe njeri që po të kishim si Teodor Keko, Shqipëria do ishte shumë më përpara edhe shumë më e mirë dhe shumë më e dashur. Por falet tonë keq që këta njerëz janë në pakicë. Respekt.